kam kënaqësinë që ta nisim me peshngritje. Do të jetë për t'i dorëzuar këtë çmim trajneri i vllaznisë Artur Laxha, i cili do të vinë në skenë tashmë në nduar trokitjet tuaja. Dhe sportisti i parë që do ta marrë këtë çmim si talent i vitit ka arritur të thyej shumë rekorde kombëtare. Gjatë vitit 2025 u shpall kampion kombëtar më të rritur dhe ndonë se është vetëm 16 vjeç, po ashtu është renditur i katërt në kampionatin botror U17, i zhvilluar në Peru. Ai konsiderohet e ardhmja e shtangës shkodranave shqiptare në nduar trokitjet tuaja Antonino Munisi. Që të flesh para juve, para tyne gjithë sportistat e njëra të meritum, por unë dhe të fliqe për Antoninon, i cili është një sportist elitar i kombëtarësh të peshngritjes, ku vitin që do vinë do sjellim medaljet në Shqipëni. Masi viti që vjen është vit olimpik dhe përgatitna për lojnat olimpike. Unë Antonino si uroj suksese dhe gjithë sportistave. Mirë, duke falenderuar